Shqipëria. Mirëmbrëma të nderuar bashkëdhetar kudo që ndodheni. Nga studia e televizionit Një Dritare. Ju përshëndes përzemërsisht dhe ju uroj shikim të këndshëm. Sonte është nata e fundit e emisionit për vitin 2025. Ndaj dua të falenderoj në radhë të parë drejtorin e televizionit Një Dritare që bëri të mundur që unë të isha pjesë e stafit të tij. Dua të falenderoj të gjithë ju teleshikues që na keni ndjekur dhe keni komentuar, pa ju emisioni nuk do ishte asgjë. Gjithashtu falenderoj teknikun e televizionit, Kushtrim Azemin, i cili bën një punë të shkëlqyer, nuk duket këtu tek kamerat, por e falenderoj në zemër për punën që bën. Dua të falenderoj familjen time, që me duron me artin tim që i markon shumë familjes, prandaj ju thënë falenderit. Por, e para se dua të falenderoj sonte, si që falenderoj të gjitha të ftuara që kanë pranuar të vinë në emisionin ton, na kanë nderuar me praninë e tyre, sonte dua ta falenderoj me zemër të ftuarën speciale si kemi sonte në emisionin ton. Ajo është autore, gazetare, humaniste. Fjalën artistike, unike dhe ndjeshmërisë artistike e ka kthyer në fjalë ndjenjash më të thella, mendimet më të ndërlikuara dhe enigmat më të fshehta të shpirtit njerëzor. Në çdo varg ndrit kulti i fjalës së vërtetë. Shqipe të pastër dhe i përzgjedhur me kujdes, ndërsa mesazhet e saj mbartin vlera të forta etike dhe estetike njerëzore e kombëtare. Këtë ndjenja dhe vlera etnike, ajo deri tani i ka hedhur në 17 libra. Ajo është doktor i ekonomisë politike, poliglote në 7 gjuhë ndërkombëtare dhe një humaniste e palodhur në mbrojtje të personave me aftësi të veçanta. Aktualisht, ushtron detyrën e kryetares së bordit të Handicop Pay, duke kontribuar për integrimin dhe dinjitetin e komunitetit të aftësive të veçanta. E kush mund të jetë tjetër përveç se Indira Avdyl Hoxha. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe Indira në studion ton. Kënaqësi që të kemi sonte këtu.
Faleminderit, kënaqësia është e imja. Përshëndetje Albina, e përshëndes edhe drejtorin general, një drejtore Gjin Musa, po ashtu e përshëndes edhe mbar stafin në përgjithësi që janë duke realizuar këtë program. Kënaqësi të jem në mesin e juj, shpresoj që edhe ju jeni mirë, i përshëndes të gjithë dëgjuesit, do thotë që janë duke na ndjekur edhe duke na ndjekur edhe kështu, por edhe nëpërmes zërit të gjithë të pranishmit në kohë reale. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është e imja edhe një herë. Po, kënaqësi që të kemi në sonte këtu. Por që të fillojmë bashkëbizidimin me ty nuk do të filloj vetëm me profesionet, me përgatitjet tuaja, apo me letërsi. Kam dëshirë të di diçka nga jeta jote, nga kujtimet tuaja të fëmijërisë, të cilat nën gjurmë tek Indira, për të bërë ajo që sot është Indira. Po, faleminderit Albina, me qenë se ju përgëzoj për udhëheqjen e emisionit jeni e mrekullueshme, së pari, ju përgëzoj shumë. Më ka pëlqyer edhe një postim para disa ditëve, eksakt pajtona edhe me atë postimin e juaj, e kam lexuar jashtëzakonisht tepër me vëmendje. Të rikthehem do të thotë tek fillesat jetësore personale tek Indira Avdyl Hoxha. Prejardhjen do thotë të nënës dhe të babait tim janë Unikas. Lindur jam në Viti, arsyeja pse kam lindur në Viti është sepse babai im atje ka punuar si profesor i historisë në gjimnazin e Vitis, atje kam lindur. Pastaj në vitin, është një botim i librit që e kam botuar para 2 viteve, 3 viteve mendoj, se saktësisht nuk po i mbaj datat mend se më kanë mbush plot në kalendar. Po, është një libër i titulluar Lindja në tymin e tankeve, pikërisht është në vitin 74, kur kam lind atje në Viti. Ishin ato trazirat ose fillesat e para të pushtuesit serb në territorin e Kosovës, tani e Republikë e pavarur, dhe në 81-shën babai u burgos, i burgosur politik, arsyeja ka qenë që organizoi demonstratat e vitit 81 dhe pastaj kaluam në Pej. Pse kaluam në Pej? Arsyeja ishte për ta mbrojtur edhe familjen e nënës, edhe familjen e babait, se pushtuesi serb do thotë i kanë pas ato strategjitë e veta. Ishte një periudhë jashtëzakonshme, të tmerrshme, do thotë një kohë, sepse kishte të bëjë me shëndetin tim personal. E gjeri sa e mora veten, po një gjë e mirë është që kur i ki prindrit pa marrë parasysh të kuptueshëm, atëherë edhe arrita ta përforcoj shëndetin tim dhe ta vijoj shkollimin. Është vlen të cekët që familja është primare, por do thotë edhe sekondare është edhe shoqëria. E kam pas një shoqëri jashtëzakonisht tepër të mrekullueshme, gjaqe jo me gips, jo pa gips, gjithmonë për ato trazirat që na kanë ndjekur neve këtu, ne shqiptarët, në Kosovë, në territorin e Kosovës. Në ligjërata jam shku, nuk kam mungu, një kohë kam mësu edhe në Sloveni, pikërisht në Ljubljanë, edhe e kam vijuar shkollimin, nuk jam dalur në asnjë mënyrë, por përkraja kryesore ka qenë nga babai dhe nga nëna ime. Po, përkraja e familjes është kryesorja, mund të themi, në rritjen dhe edukimin e një fëmije, një studenti, e pastaj të bëhet një i rritur me të vërtetë që i përkushtohet familjes, i përkushtohet vetjes dhe shoqërisë, gjithashtu. Një nga ato je edhe ti që i përkrah shoqërinë me veprimtaritë tuaja të një pas njëshme, sidomos në ndihmë të njerëzve me nevojë. Po, Albina, pikërisht duhet të ndalemi këtu sepse mentaliteti jonë si shqiptare kemi pak sa ngecim aty. Duhet cekim se edhe sot edhe asaj edhe më herët do thot ka pas ngecin në atë aspekt. Në vitin 2000 më njëherë pas luftës kam qenë femra e parë që jam futë në sistem dhe i kam identifikuar të gjithë personat me
nevojat e veçanta ose të kufizuara. Ka pas raste jashtëzakonisht tepër të rënda, por të gjithë i kam identifikuar. Kanë nevojë për përkraje edhe sot, edhe kësaj dite, meqense nuk hezitoj në atë aspekt sepse janë dëgjom Albina. Ndoshta dikush thotë jo nuk mundet dikush mi arrit me aftësi të kufizuara ose të veçanta, por unë nuk bëj dallime sepse ka njeri të shnosh e është person me aftësi të veçanta në kokë. Të mirë kuptohemi. Nuk du me lëndu askënd, kërkoj ndjes nëse dikush ofendohet në këtë aspekt, por personat me aftësi të veçanta do thotë i kanë aftësi tjera të veçanta që mund të kontribojnë si në administrat, kudo qoftë. Kam qenë zëri i tyre i plot, edhe vazhdoj t'i përfaqësoj denjësisht, tani më jam edhe kryetare e bordit të Hendikosit këtu në Pej, ku e zhvilloj aktivitetin tim human. Aktiviteti im është gjithmonë duke kontribuar në pajisje ndihmëse për persona që ju nevojiten, edhe e falenderoj edhe tepër edhe mërgatën tonë të çmuar që gjithmonë e i kem pasur në krah. E duhet të cekim sepse unë jam e drejt për drejt, po marr parasysh ai dhem dikuj as i dhem unë e flas të drejtën. Gjeri më sot do thot prej çlirimit të territorit të Kosovës, meqense e pavarur është prej vitit 2008, e gjeri më sot as të një karrocë të vetmen do thot nuk e kem pasur nga shteti. Kështu që unë isha edhe në sezonin e kaluar, gjatë sezonit veror isha edhe në shtetin e Shqipërisë, meqense shtetet nuk i ndaj, pa marr parasysh kudo që ndodhe një shqiptar, unë i quaj troje shqiptare. Ishte Elbasani më pëlqeu sepse në secilin objekt, në secilin dyqan, ka pas qasje për persona me aftësi të kufizuar, zgjaqe i përgëzoj jashtëzakonisht të imase. Elbasani ishte i vetmi, do thotë qytet që i kishte qasje për persona me aftësi të kufizuara. Në për qytetet e tjera do thotë edhe aty është plotësisht neglizhencë. Po, problemet sociale janë të padiskutueshme edhe në botën moderne, mund të themi, ka ngërçe, janë zgjidhura shumë probleme, por ka ngërçe. Imagjino pastaj ne që po hyjmë dhe po shkojmë drejt një bote demokratike, mund të themi që janë ngërçe dhe më të mëdha. Sepse siç e thike ti, njerëzit me aftësi të kufizuara kanë disa aftësi që ne në të vërtetë në tjerët nuk i kemi. Dhe po të arrish të nxjerrësh jashtë ato aftësi që kanë, ato do jenë më normale që normalet, më themi. E kanë jetën më të vështirë personalisht, por arrin të bëjnë gjëra shumë të bukura, nëse do ta integrohen, në për shkolla, me mësues të sosteni ose me gjithçka tjetër që ju nevojitet këtyre fëmijëve. Ti je një veçantë që jep ndihmën tënde humane, por fokusi i veprimtarisë tënde letrare është në qendër të vëmendjes, sepse ju jeni një poete që shkruani shumë bukur dhe keni plotësisht 17 vëllime të botuara. Po. Mund të fillojmë të flasim për vëllimin e parë, të kujtohet si erdhi muza, dëshira për Albina, ndëgjom. Po, faleminderit shumë për pyetjen. Për poezinë do të thotë stimulante ose nuk e di si ta quaj, ka qenë nëna ime. Nëna ime. Personi i dytë ka qenë mjeku im, sepse kom pas jashtëzakonisht tepër shumë operime, edhe si ta kaloja kohën, mjeku im është edhe këngëtar, është nga Peja këtu, është edhe njëkohësisht edhe këngëtar edhe formulues i teksteve briljante të këngëve të tij, gjë që admiroj. Edhe normal që nga një herë edhe me qenë shëndosh na vjen nga një mërzi, apo jo? Ose acarohemi, ose diçka, ose mërzitemi, ose bëhemi nervoz. E në momente jashtëzakonisht tepër të vështira jam kthy ka dritarja edhe nanën e kom pas afër dhe ja kom fillu qysh e vogël me shkru poezi.
Kjo është dëshira e mamës time, do të thotë që ja kam fillu me shkru poezi, e muza Albina nuk kam nevojë ta ceki se kur vje muza, se ndoshta që tash automatikisht për momentin ndoshta më vjen edhe më duhet vetëm një fjali ta marr ta shkruaj edhe ma vonë ta formuloj një poezi. E ne poetët e kemi këtë muzë, ta themi ashtu, ose këtë veti, por kur e merr një poet edhe e shkruan një poezi, noton sikur barka në deti ose anija në deti, lundrojmë nëpër deti, edhe dëshirojmë ta prekim atë horizontin. Sado që mendojmë që jemi afër horizontit, na duket edhe larg. Kështu që është një gjë e mrekullueshme. Unë nuk e quaj veten poete, por me poezi merrna. Poet ka të shumë, po varet, do të thotë, secili e ka zhandrin e vet dhe mënyrën e vet të shkruarit, por gjeri me tani, do të thotë, gjithçka ka shkuar në rregull. Tek unë nuk kam pas asnjë problem, meqense me poezi kam dëpërtu jashtëzakonisht shumë nëpër shumë shtete, jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë Kosovë. Është e çuditshme, do të thotë se medaljonin e artë e kumon nga Spanja, me qenë se Republikën e Kosovës ende nuk e njeh Spanja, por arti nuk ka kufi, arti nuk ka barjera. Poezia është art, Albina, edhe ti e din këtë gjë fort mirë, por është e bukur të shkruash, edhe sidomos është edhe më e bukur kur të shkruash për të bukurën momentale. Po, patjetër. Si edhe për vuajtjen kur shkruan është moment? Po. Edhe për mërzin, edhe për dashurin, edhe për lulen, edhe për Albinën, edhe mbas teknikës kush qëndron aty, është e përfshim, që të gjitha përfshihen aty. Por është një ndjenje veçantë, ta themi troq. Muza është etik, muza është... Po, lëviz. Merr botën, merr qiellin, merr tokën, gjithçka. O, me mendime moj Albina, tani shkojmë na në Amerikë, yha! Patjetër. Pse ma vunë emrin Indira? Pse ma vunë emrin Indira? Bukur është kjo. Pse ma vunë emrin Indira? Është pikrisht tezja e babit. Kur kom lind, ka pas dëshirë me ma vu emrin Indira. Arsyeja, dëshira saj, do të thot për kryeministren e Indis, Indira Gandhi, edhe ka mendu që bëna si ajo. Por jo mundu sa do pak mju përafrua sajna, por jo postit sajna, se në poste nuk lakmoj aq shumë, edhe nuk i parapelqej, por me atë qëllim do të thotë ma kanë vu emrin Indira. Posti është post, në vahet për një periudhë. Por zemra, shpirti mund të jetë shumë i ngjashëm. Ka qenë një femër jashtëzakonisht tepër burnore, do të thotë, sidomos në shtetin e Indis, që ka pas problematika jashtëzakonshme dhe që ka arrit, do thotë, me mbajt atë stabilitetin shtetëror. Për ata edhe ma kanë vu emrin Indira. Po, me një fjalë, janë ca motive që vetë edhe emri. Po. Ti shpalos të bukurën, të drejtën dhe të vërtetën e mbuluar të trashëgimisë shqiptare. Po. Je autore e 5 librave të parë poetik. Po. Unë zëri yt. Baba. Hana ngjason në ty. Po. Por unë nuk po I lexoj të gjithë librat, do doja të thonim diçka. Unë zëri yt, baba. Ndëgjom Albina. Kur është hedhë në botim ky libër, do të thotë pas vdekjes ose pas ndrimit në jetë të babait tim, unë nuk e kam pas babain tim vetëm baba, por e kam pas edhe shok, e kam pas edhe shoqe, e kam pas edhe bashkëpunëtor. Babai im është, do të thotë, është marrë me trashëgimin shqiptare dhe me shkencën e historisë shqiptare, ta themi ashtu. Ka pas edhe libra shkencor që kam qenë une redaktore dhe lektore aty në librave, thjesht kemi qenë bashkëpunëtor.
edhe trashëgimia I ka flajt në shpirt, edhe ajo është reflektu edhe tek unë. Pas vdekjes së babait, vendosa do thot ja kushtoj një libër me poezi, dhe libri I parë poetik ka qenë Unë zëri yt baba. U mundova sa do pak do thot ta shprehi në vargje poetike atë dhimbjen, mungesën që ende e kam, sepse me pa pas babain tani kisha fluturu, lum ata që e kanë, me vjen keq për ata që nuk I kanë, thonë që kur ta humb babain, humb, si ta them, një pjesë jote, më vjen keq. Jo një pjesë, për krajat humb. Për krajat humb. Kur të humbish nanën, humb dashuria. Këto dyjat do të thot pa njëra tjetrën nuk shkojnë asesi. Unë kam vazhduar të eci hapave të babait, se non-stop më kujtohen fjalët e tina, bisedat e tina, planet që I kemi pasur në kokë, planet që kemi pasur dëshirë me realizu, dhe kom vazhdu, nuk jam dalë. Jam marrë, normal që jam marrë edhe me shkencën e trashëgimisë. Kam zbuluar jashtëzakonisht tepër gjana, do të thotë që nuk kanë qenë të zbuluara për fat të keq, them kështu, që shkenca akademike e Kosovës edhe Shqipërisë ende janë duke flajtur, por edhe nëse hedhin diçka ose plasojnë ndonjë dokument, gjithmonë bëjnë gabime dhe unë për mendimin tim e them troq që historinë e popullit shqiptar ne duhet ta marrim në dorë e jo të na shkruaj dikush ose se e kanë shkruar përpara, por ta cekim do thot me argumente edhe me vepra dhe ta hedhim në dritë për brezat e ri, jo për Indirën as për Albinën, po për brezat e ri do thot historia e popullit shqiptar të shkruhet nga ne e jo nga ata. Ke shumë të drejtë. Por le t'i përshëndesim ato që na ndjekun dhe ato që na komentojnë. Emnie Krasniqi. Përshëndetje stafi I portalit Një Dritare. Përshëndetje Albina. Përshëndetje për të ftuarën Indira Abdul Hoxha. Sante që ka emisioni, faleminderit shumë të përshëndesim dhe ne. Dhe vazhdojmë emisioni I fundit për 2025-ën, e që është njeriu më I përzgjedhur për mbylljen e këtij viti, ju lund e përgëzime, ju prift e mbara. Faleminderit, të përshëndesim dhe ne. Edhe unë shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë dëgjuesit që janë në kohë reale, që janë duke na ndjekur edhe nëpërmes ekraneve, edhe nëpërmes kohës reale këtu që janë duke komentuar. I përshëndes përzemërsisht edhe juve, ju falenderoj, do thotë që jam mysafiri I fundit për vitin 2025 e qoftë viti I mbar për 2026-ën. Faleminderit Indira, faleminderit. Folëm pak për librin e parë. Po. Hëna ngjason në ty. Edhe ky libër do thotë ju ka dedikuar babait, sepse Albina ti me kupton, sepse vetë je poete. Edhe me kupton. Një natë isha duke ulur, isha në borë dhe shikoja qiellin dhe më duk që po më fliste babai im. Mund të kuptoj 100%. Edhe pastaj ja kom vu emrin, ja kom titulli I librit është Hëna ngjason në ty. Edhe ky është libri I dedikuar për babain tim. Është një libër me poezi të ndryshme, nuk do të thotë që të gjitha poezit janë të dedikuara vetëm për babain, po ka edhe poezi tjera, do të thotë momentale, aty ku ka lind muza dhe I kam shënu. Po libri I bukur është edhe ai, por duhet të punoj mende, Ketra lindja në tymin e kankeve. Kjo ka të bëj pikrisht me mu. Viti, ta ceka dhe ma herë, do thot në fillim të emisionit, që viti 1974 ka qenë vit shumë I vështirë për kosovarët këtu. Edhe mu në atym ka lind Indira. Mu në tymin e tankeve ka lind Indira. Për fat të keq në qytetin e Vitis, ose për para që ka qenë do thot komune e Gjilanit,
që unë atë pjesë e du shumë, edhe Albina për fat të mirë Juniku, Gjilani ose Vitia dhe Peja do të thotë po e fus një trekansh Kosovën krejt, e kom përfshi, që është e imja ta themi ashtu, nuk po bëna lokaliste, por pak si për humor. E për fat të kesh spitali, do thot ku kam lindur une, është rënuar sepse janë ndërtuar ndërtesa të reja, kam qenë në Viti, e du Vitin, i dua njerëzit e Vitis, me qenë se dhe babai ka qenë atje, të tregova profesori i historisë, i shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë nxënësit e babait tim, që i dua shumë, të gjithë shokët e babait tim, Vitin e dua, Gjilanin e dua, janë njerëz jashtëzakonisht tepër të mrekullueshëm dhe janë jashtëzakonisht tepër urtoka. Si femrat po ashtu edhe mashkujt, nuk dua t'i dalloj. Pastaj kutia pa qelës. Albin, edhe kjo është, do thotë, i kam secila femër ose secili person, qoftë mashkull apo femër, do thotë i ruan disa kujtime që i ka për zemër. Edhe unë e kam një kuti. Edhe në atë kuti ka mos traf në dorë, Albin. I shallam vjen në dorë librin. Aty ka gjëra të çmueshme. Ka kujtime të bukura prej, do thotë, prej mësuesve të mi, prej, do thotë, prej gjeneratës time në shkollë fillore, prej shkollës së mesme, pastaj edhe në fakultet, prej shoqënisë së gjerë, ka kujtime jashtëzakonisht tepër të mrekullueshme që secila është më e bukur se tjetra edhe i ruaj me fanatizëm, po ajo kuti nuk mbyllet, po nuk e di pse nuk po e merr askush guximin ta hap. Sepse vetëm unë e hapi edhe e mbylli. Vetëm kur të fus në ndonjë gjë. Ka kujtime briljante në atë kuti. Është kuti e madhe, por ka gjëra jashtëzakonisht tepër të vlefshme. Jo monetare, jo ka ona lekut, absolut, po gjana do të thotë që kanë vlerë. Nëse është vetëm një stilolaps i dhuruar nga dikush, ajo ka vlerë jashtëzakonisht tepër të madhe për mua. Edhe aty është, do thotë, thesari im jetësor. Prandaj edhe kam titulluar kutia pa qelës. Qelsin e kom gjujt, Albin. Nuk e din cilin lum, andet, nuk e di ku e kom gjujt, vetëm nuk ekziston qelsi. Ja, do ketë vëllime tjera derisa gjet qelsi. Shumë. Shumë do të ketë. Më pas vjen oda ime. Oda ime. Tani do të fokusohemi. Me qenë se edhe ti, Albina, e din që unë e kam radion time Radio Oda. Patjetër. Oda e Junikut është pikrisht kulla ku ka lindur babai im, aty ku mbajt kuvendi i Junikut, aty ku ishin, do thot, paria e Junikut, aty ku mblodhen burrat e shtetit, nga ajo kull u nis flamuri për në Vlorë. Do të thot, aty ishte paria e Junikut, aty ishte Hasan Prishtina, Isa Buletini, ishin shumë burështetas, do të thotë që e morin iniciativen dhe nga ajo odë, do të thotë, u nis flamuri për në Vlorë. Duhet të cekemi për ata, e thash edhe më herët, se historinë duhet ta shënojmë ne vetë, po me argumente. Pikrisht Juniku ishte fillesa, do të thotë që u shpallë në vitin 1912 shteti i Shqipërisë, që e dua shumë. Janë fakte të cilat po të punojnë të gjithë i nxjerrin me fakte dhe si thua vetë, shumë pika mund të ndryshohen ndoshta në historinë tonë. Jo, patjetër që po. Duke filluar nga gjuha dhe historia. Po. Pastaj, pas këtyre librave, ke shkruajtur dhe 10 libra të tjerë. Po. Të cilët përbëjnë një univers poetik të pasur me simbole, kultese dhe ndjenja. Disa nga titujt e librave. Me duket se njërën e cikëm, emrin e një. Dëgjoje zërin tënd. Po, dëgjoje zërin tënd është pikrisht botës femrore, ja kom dedikuar këtë, nuk do të them, nuk mund ta pranoj për shembull që unë jam feministe, por botën femrore e përkrahi jashtëzakonisht tepër shumë. Arsyeja pse
pse kanë nevojë për përkraje, nga një herë do të thotë edhe shtypen, edhe që jemi tani do të thotë në kohën moderne ta quaj ashtu në thonjza, por ka vende që ende bëjnë trysni ndaj një gruaje që është bi e Zotit, se përpara nëna tona do të thotë kanë lind trima, edhe sot për shembull të ndëshkohet një femër, nuk e pranoj këtë gjë. Gjithmonë jam në përkraje të femrave, por edhe femrat kur gabojnë, edhe aty do të thotë jam kritike e jashtëzakonshme. Do t'i pranojnë si femra si mashkull. Po, e përkroj edhe botën mashkullore, me qenë se bota mashkullore, Albina ata vetës i thojnë burra, edhe duhet të sillen në asnjë mënyre, ndërsa femrat janë po m'duket më të ndjeshme dhe kanë nevojë për përkraje ose për stimulim. Sidomos kur janë më të brishta. Po, patjetër që po. Ndonë kur aja të kënë përgjigjen, kanë nevojë edhe për pak përkraje. Po patjetër që po. Folodhimbje është libri tjetër. Folodhimbje. 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 Me folodhimbje Albina. Nuk e di, ndoshta edhe qielli do të trazohet, Kështu që gjithmonë do të thotë edhe dhimbje duhet ta gjejmë mënyrën ta përkufizojmë ose ta stabilizojmë. Se bëri e foli dhimbja atëherë vaj i halli për neve. Nuk është dedikuar personalisht për mu, por e kam titulluar ashtu, folodhimbje, e nëse flet dhimbja atëherë bëhet meri. Kështu që gjithmonë në dhimbjen duhet ta ulim gradualisht dhe të qetësohet dhimbja, pastaj normal që vjen edhe buzëqeshja. E kur të vjen buzëqeshja atëherë lind edhe dielli, si gjithmonë. Kur kemi dhimbje, të mund kthehet zani, prandaj nuk dëgjohet nganjëherë mirë. Po. Kur flas? Po. Jo, shumë mirë po dëgjoj. Okej, se mund kthehet zëri pas edhe më duket sikur nuk më dëgjoni. Jo, mirë, në rregull jemi. Kur ka dhimbje, themi o nën, bërtasim. Dhimbja nganjëherë duhet të nxjerr. Dhimbja nganjëherë duhet thënë. Se pa u thënë ajo dhimbje nuk shërohet. E vërtet është. Secili e ka atë strategjinë e vet Albina, për shembull kur ka dhimbje ose mërzi, se dyjat janë do të thotë një niveli, edhe dhimbja edhe mërzia. Secili e ka strategjinë e vet për me hedh jashtë shpirtit ose trupit për me hedh. Dikush e ka për shembull e merr e thën një gotë, dikush bërtet. Dhimbja nuk do të na çojë në dhunë as me sende, as me njerëz. Dhimbja do nxirret, po në mënyrë të qetë. Në mënyrë të qetë. Dhe ta kthejmë forcë. Po patjetër që po. Po jo forcë me vrah, forcë me. Jo, absolut, kundrejt dhune. E që Indira do thot për juve, do e them sonte, për shembull, nëse Indira ka dhimbje ose mërzi, është do thot një rrugë në drejtim të Rrugovës, bjeshkët e Rrugovës, ndalona aty edhe marr gurë dhe hedhi në ujë. Edhe kam dëshirë me ndëgjua tingullin e ujit ku përplaset guri për ujë. Do gjejmë mënyrën se si ta. Po, duhet ta gjejmë mënyrën. Secili person e ka këtë, ma merr mendja që mundet me menaxhu. Po, për këtë përgatitjen e duhur, edukacionin e duhur dhe mendimin e qartë, patjetër që do gjej mënyrën për ta kaluar në qetësi dhimbjen e tij pa shtyre të të tjerët, sepse nuk është faj tjerëve, të gjithë kanë dhimbjen e tyre. Falem kur kam faj. Po pra, Albina, falem kur kam faj, edhe nëse kam faj, falem të lutna. Ndëgjon, qyrzore. Nuk ka njeri do thotë që nuk bën gabime, nuk jemi prefekt, nuk jemi profeta, jemi njerëz. Po pa gabime s'do kërkoj falje, kështu që. Po, kështu që secili person edhe nëse bën far gabimi, edhe kur të kërkon falje, do thotë duhet personi më i fortë në botë për Indirën është ai që din me fal. Ai person që din me fal është personi më i fortë për mua në botë, sepse është njeri i madh, e ka zemrën e madhe,
mundohet me të kuptu, ka dhe asi personave që nuk din me të kuptu, por mundohen me të kuptu. E kështu që falem kur kom faj është me të vërtet një titull aty për aty, edhe gjithmonë Albina e kam princip që spontanisht i bëj gjërat. Ajo spontania do të thotë mëndez, e dikush do të thotë duhet të mendohet jashtëzakonisht tepër shumë gjerisa të vjen tek një titull ose poetik, ose tem do të thotë trashëgimore, për çfarë do qoftë duhet të mendoj shumë. Por e kryesorja e mbi të gjithave është që mirë është me pas edhe kritik pozitiv, por kryesorja është që duhet të jesh ti kritik ndaj vetvetes. Nëse Indira është kritike ndaj vetvetes, atëherë patjetër që aty lind edhe suksesi. Por nëse e ke, do të thotë edhe një krah të fortë që kritikon në mënyrë pozitive, aty padyshim do të thotë që ka me pas sukses të jashtëzakonshëm. Po, me thavurare deri tani të gjithë titujt e librave tuaja janë këshill dhe arrin të argumentohen librat nëpërmjet titujve të librave. Komplimente të vërtetë. Faleminderit shumë. Kem keq që të ndërpres se po do kthehemi përsëri këtu ku e lam. Patjetër që po me kënaqësi. Megjithëse na jap pak muzikë, se po peli shikuesit edhe për ne dhe muzika është e bukur. Faleminderit shumë. Apel frenesh pret kushtrimit, lirinë e bashkimit, rënot Shqipëria.
Bashkimit, rënof Shqipëria. Ja ku kthyen përsëri në studio, pasi dëgjuam disa këngë shumë të bukura. Dua të falenderoj edhe një herë të gjithë teleshikuesit që na ndjekin, ato që komentojnë. Pejti thot përshëndetje stafit, drejtues, suksese zonjës së ftuar. Antigona Desku, faleminderit portalit Një Dritare. Përshëndetje speciale për miken e zemrës sime, poeten Indira Abdyl Hoxha. Edhe lesim me zemër, faleminderit shumë për komentet tuaja dhe që na ndiqni. I falenderoj edhe unë përzemërsisht të gjithë komentuesit, me qenë se programi është duke u transmetuar edhe në Radio Oda. Këtu e kemi Islam Vushtria, i cili na përshëndet. Okej, s'po ecin komentet, thot jemi blokues, s'kem çka me bot, ashtë kjo teknik është, nga njëherë vinë, nga njëherë nuk vinë. E përshëndesim edhe kolegen tonë Moza Shehi, e cila thot urime dashur mike, shtrejt, fjala jote ëmbël dhe muza jote hartë tash me qëndrojnë në stadin më të lartë. Respekt për mënjohjen Indira, respekt për miken e ftuar sonte në radio. I falenderojmë të gjithë Fadil Hoxhen, Ledita Broqi Shkoliqi, Islam Vushtria e shumë të tjerë. I përshëndesim përzemërsisht dhe është kënaqësi të jem e ftuar sonte, do të thotë me moderatoren tonë të preferuar, Albinën, si zakonisht. Ja, kjo është e veçanta, se sonte kemi edhe një moderatore, përveç se poete, dhe një humaniste dhe gjithçka tjetër që i përmendëm përpara. Ajo tek Radio Oda e saj, të cilën e drejton personalisht vetë në të gjitha aspektet, i shkojnë mesazhet dhe falenderojnë, dhe unë e falenderoj me zemër që i lexoj ato mesazhe edhe për ne. Faleminderit. Ishte kënaqësia ime, Albin. Është kënaqësi, do të thotë, kur jam e ftuar si mysafire, arsyeja pse qëndroj, do të thotë të qetë. Qetë, qëndroj.
kjo është, do thotë, kënaqësi. Edhe një herë përshëndesim edhe drejtorin General Gjen Musën, por unë e falenderoj edhe stafin që është nën hije që nuk duket këtu, meqense të gjithë librat që i ka botuar Indira është fal ti. Emri nuk dua t'jaceki, sepse nuk ka dëshirë t'jaceki, por e falenderoj. Po, patjetër që po, është nën hije, por është një djalë, person, jashtëzakonisht tepër i dashur, që e falenderoj te i mase që gjithmonë ishte edhe është krahu im i djathtë. Është fat të gjesh njerëz që i ke krah të djathtë edhe me besim absolut, kështu që mund të them komplimenti stafit të një dritare, teknikut i cili të ka ndihmuar në këtë njerëz siç e shpreh ti. Po. Po le të vazhdojmë të ri. Vetëm një sekond, të lutna Albina, më fal. Këtu e kemi, do të thot edhe, e lexove komentin e Antigona Deskut, e përshëndesim shumë. Lidia Gjemajli, shikueshmëri e pasionit të madhe sonte, po. Nëse janë të dritare. Po, edhe Bujana Malaj është këtu, thot mirë mbrëma. Okej. Po, Bujana Malaj thot mirë mbrëma, përshëndetje Albina e gjithë stafit portalit Një Dritare, përshëndetje profesor Gjen Musa, të gjithë shikuesit, gjithashtu të ftuares Indira Avdyl Hoxha, ju uroj një mbrëmje të bukur dhe të këndshme nga Tirana, Bujana Malaj Tiranë, e përqafoj shumë Bujana. Faleminderit Bujana, të përqafojmë. Faleminderit edhe Indira që bëhet pjesë e emisionit me leximin e Është mrekulli, unë e thash edhe më herët, është me të vërtetë një kënaqësi e veçantë. Mesazhet duhen dy këtu se nuk arrim të bëjmë gjitha. E vërtet. Po, kur kemi pushimin nxjerrin të gjitha mesazhet, por i falenderoj me zemër të gjithë ata që na ndjekin dhe shkruajnë. Faleminderit. Kthehemi tani. Po, patjetër. Librave, artit, për të cilin më tepër shkon emisioni jon dhe më tepër se poezia asgjë më tepër nuk më pëlqen, mund të them. Por arti është i gjithanshëm. Të jetosh për mbi gjarprin. Albina, kjo ta thash edhe më herët që spontaniteti më pëlqen jashtëzakonisht tepër. Të jetosh mbi gjarprin, ai person që jeton mbi gjarprin ti, e din që gjarprinët nganjëherë janë edhe shumë të dashur, nganjëherë të afrohen, do thot lëmohen për afër trupit tënd, vetëm pastaj vjen goditja. E me ditë me jetu për mbi gjarprin është, do thotë, sukses i madh, ta themi ashtu. Meqense se shumë i kam fobi, por nuk e di, më ka ardhur ashtu edhe kam titulluar librin Të jetosh mbi gjarprin. Nuk është në mënyrë negative, po është në mënyrë pozitive, sepse njerëzia në ditën e sodit më shumë, do thotë, po nget ose po shkon rrugës interesit personal. Gjë që kjo është negativitet i jashtëzakonshëm edhe urrej këtë gjë. Edhe mua aty do thot ka të bëj shumë elemente që e kam titulluar këtë libër ashtu, por kryesorja ata gjarprinj, nëse shndrohen në njeri, atëherë bëhen edhe më të rrezikshëm. Kështu mendoj unë. E mu për ata ja kam vendosur edhe titullin Të jetosh mbi gjarprinj. Jo, kjo është e vërtet, por nëse arrin të jetosh, bësh imun nga një tyre. Po. Arrin të mbijetosh, më themi. Por le t'i lejmë gjarprinjt në punën e tyre dhe të vazhdojmë me kurrë të jetës. Patjetër, me kënaqësi. Gurët e jetës. Gurët e jetës. Me i lëkund gurët e jetës, do thot se cili gur që e lëkund ose që e lëviz Albina, mund ta them me plot kuptimin e fjalës që një lëvizje e gurit mundesh deri në 10 libra me shënu. Se ka momente gëzimi, ka momente hidhrimi, ka momente do thotë kur e ndjen veten të dëshpëruar, ka momente gëzimi, ka momente suksesi,
guret e jetës po e marrim vetëm një guri, që gurt ose vitet i kam shndruar në gur, atëherë do të thotë shumë. Ka kuptim të plot edhe hapësirë jashtëzakonisht tepër të madhe. Kështu që ja kam vu, edhe kjo ka lind spontanisht Albina. Të unë e krejt spontanisht lindin. Po, duken me një fjalë edhe kur lexohen se të gjitha titujt janë të qastit, e ndoshta kur ka qenë një muze e një poezie, dhe pastaj ato kanë vazhduar si cikël poetik. Edhe nuk e vërtet është po, në secilin libër do thotë që ja kam vu titullin nuk ka të bëj edhe me ndërlidhje të ndonjë poezie, ta quajmë ashtu. Se ndoshta titulli është vendosë krejt, do thotë jashta poezive, aty ka ndodhur, po nuk ka të bëj për shembull që e kom vendos një titullit, ja kom vendos poezisë dhe e kom vendos titullin e librit. Jo, Albina, po titulli i librit ciklet e poezive që ke brënd. Po, e vërtetë është. Vetëm një poezi nuk është se mund. Po. Pastaj çdo autor zgjedh edhe mënyrën e vet. Ka një poezi e vërtetë. Shumë dhe i vjen edhe titulli i librit. Titulli në autorit e nuk diskutohet. Poezi do ja vë emrin dashuri. Po, e vërtetë është sepse poezia me të vërtetë stimulon, të ofron dashuri, kur e merr, do thotë edhe shtjellon një poezi ose një varg, me të vërtetë dashurohesh në atë poezi. Edhe lirisht ja kom vu poezisë do ja vë emrin dashuri sepse vetë dashuria është poezi. Për ata poetë, do thotë edhe ata që shkruajnë ose din të lexojnë mes rreshtave, pikërisht poezisë do t'ja vë emrin dashuri, ka qenë titulli adekuat i momentit, i atij çasti. Dhe është e vërtetë sepse janë dy të lidhura bashkë në sjellje, poezia dashuri, dashuria poezi, nuk diskutohet. Po. Gjaku i zemrës është titulli i librit tjetër. Moj Albina, me pas me dallu gjakun e zemrës, sepse janë dy valvula, tani po kalojmë mjeksi, por do elaborojmë me përkushtim. Dy valvula të zemrës, do të thotë është gjaku i papastër që filtrohet dhe pastrohet dhe qarkullon tek trupi i njeriut. Do kalojmë pak në shkencë. Po gjaku i zemrës. Gjaku i zemrës do të thotë shumë. Do të thotë shumë. Do të thotë vetjeta. Ne e dim se cilin nga ne se sa litra gjak i posedojmë në trup, po të mungoj vetëm pak gjak, Albina ti e din se çfarë do të ndodh, ose nëse ka nevojë dikujt na t'i dhurohet gjak edhe pikën e fundit të gjakut ja kisha dhuru, jam në gjendje ta dhuroj, sepse e di çka do thotë, kështu që gjaku i zemrës është kapitull në vete, është gjuhë në vete, që nuk mundesh me elaboru, as nuk mundesh me prek, as nuk mund. Tema që përfshin ky libër Gjaku i zemrës. Po. Janë më tepër për dhimbjen apo kanë larmi, më thënë. Po e përkufizoj me një këngë, do thotë që e këndon, nuk e di, Olsa Belegu me Remzia Osmanin me duket, telat e zemrës timi ke prek. Është Remzia me atë Shkodranën, me sa di. Po, telat e zemrës timi ke prek, pak sa me relaksu emisionin, po ka të bëj me këta, do thotë gjaku i zemrës. Nëse dikush dëpërton tek gjaku i zemrës tënde, duhet të ketë fuqi jashtëzakonisht tepër të madhe të futet në trupin tënd. Andaj edhe ja kom vu emrin, do thotë titullit të librit Gjaku i zemrës. Kontra janë njëri titull nga tjetri, do thotë shumë kush me ka thënë edhe tekniku juaj, çfarë është kështu me ty Indira, çka ki bo kështu, por kanë qenë, do thotë adekuate dhe jam komë. Janë tituj që flasin, po. Tituj që flasin, në përgjithësi tituj do të jenë të goditur, por prandaj u mora me çdo titull të librit, po. Sepse çdo titull i librit ka brenda shumë vargje poezie që mund të lindin nëpërmjet titujve. Dhe titulli kanë brenda titujt e librave të tua. Betim Buzlumit. Betim Buzlumit. Betimi Buzlumit. Ndëgjom Albina, është nëse bëhet do të thot një betim Buzlumit dhe nëse shkelet ai betim, atëherë
nuk mund ta quash vetën njeri. Se betimi i buzëlumit është jashtëzakonisht tepër i fortë. Dhe nëse vendos të betohesh buzëlumit, duhet të kesh kurajo edhe energji edhe të fokusohesh a mundesh me mbajt atë betim ajo. E ai person që betohet buzëlumit, ai duhet të jetë i fortë, duhet me pas qëndrimin e jashtëzakonshëm për me mbajt betimin. Kështu që ma merr mendja që ka persona që munden me mbajt betimin, e sidomos nëse betohen buzëlumit. Sepse ajo bubullima e ujit do thotë ato ta ngacmon një çik trupin, të fut në lëvizje. Kështu që edhe ky libër është ka poezi brenda tij. Poezi. Po nëngjit, kështu që ka domethënie të fortë. Po. Po na iken minutat, por do t'i mbarojmë titujt e librave neve. Po. Loti i Erenikut. Tani po fillojmë nga uji tek loti. Loti i Erenikut. Në Junik, do thotë aty ku ka lind babai dhe mama ime, që e kanë priordhjen, është edhe lumi i cili quhet Erenik. Po, burimi i lumit Erenik është nga majet më të larta të Kosovës, nga Gjeravica, edhe rrjedh tek poshte. Edhe interesant është, kam qenë edhe atje në maje, edhe kam pa nga një pikë si kur loti, si kristal. Edhe ndoshta kom pas dëshirë mos t'i anashkaloj edhe prindërit e mi edhe me këto vëllime, edhe ja kom vu emrin loti i Erenikut. Është një lum i bukur, i qetë, që rrjedh nga malet, edhe Gjeravica është vend i bukur. Po, majna Kosovën e Shqipnin, krejt Shqipnin, se Kosova-Shqipnia është e kemi të bukur edhe s'diskutohet. Po. Mbaruam me titujt e librave, të pak që janë botuar, por unë do isha kurioze dhe ma merr mendja se edhe të gjithë teleshikuesit të dinë për çfarë presim tani nga ana artistike nga Indira. Mirë, i shtjellum të gjitha, do të thotë, gjërat. Tema që jam duke... Po, tema që do të thotë i kom plasu në shumë gazeta, me qenë se jam edhe gazetare hulumtuese gjithmonë në lidhje me trashëgimin dhe historikun e kombit shqiptar. Ka pas tema të shtjelluara, do të thotë, hulumtuese të gjitha që i kam qitë në pa, po gjithmonë duke u bazu në argumente. Tema e fundit është që jam marrë me një artikull ose me një temë me deshifrimin e disa figurave në për gur të kullave, që kam evidentu, do të thotë kullën më të vjetër në Gadishullin Ilirik. Mu ka desh shumë kohë, gjerë sa një 8 muaj ta shkruaj atë artikull, se nuk është e lehtë, por artikulli i arshëm ka të bëj me Shote Galicën. Do ta shpalosim edhe historikun e Azembejtës, e Shote Galicës, do e qesim në pa edhe nëse është negative, por me argumente. Ta themi, në Prag jemi edhe të një librit shkencor, duke e punuar, gati, jemi në përfundim, është roli i odave gjeri në vitin 1999. Çfarë u bë në oda? Ku kanë qenë ato oda? Kush ka qëndruar në ato oda? Nga çka janë mbaruar ato oda, më falni, kush ka qëndru, çfarë kulture ka pas, roli i odave në atë kohë, çfarë kanë mësuar, çfarë kanë përjetuar, e shumë tjera. Por është tipik libër shkencor. Por, pas këtij libri vjen edhe libri Monografia e familjes Hoxha, që është edhe ai në prag të përfundimit, edhe ai është libër shkencor. Do vazhdojmë tutje, Albina, do të vazhdojmë edhe me Radio Odën, me emisionet të ndryshme, me qenë se kohën e fundit kom pauzu, se kam pas obligime tjera.
edhe mu ka desh mu marrë me ato obligime, kështu që une edhe dëgjuesve të mi edhe t'jua ju kërkoj ndjes shumë që ka munguar, por do rikthehemi me një energji pak më të fuqishme dhe do të jem pranë tyne. Po shkrimet edhe poezit nuk ndalojnë. Nuk e di kur kanë me ndalu, do ju vjen koha edhe atyre, do të thotë ndalesave, arsyeja pse t'ja vlejmë edhe gjeneratave të reja pak të mirën me to. Unë i këshilloj edhe i sugjeroj gjeneratave të reja të marrin të lexojnë, sepse unë kam thënë që jam e dashuruar me libër, po marr parasysh është në gjuhën shqipe apo në angleze, çfarë do lloj gjuhë qoftë, secila gjuhë është art në vete, nuk ka lidhje ajo punë, por të lexojnë më shumë sepse koha e fundit edhe kjo inteligjenca artificiale na ka lënë pasiva, e ta marrim edhe një herë librin në dorë dhe ta shfletojmë. Ja ta përdorim për ato që na duhet. Po, patjetër që po, por mos na zëvendësoj neve, diskutojmë. Absolut nuk mund. Nuk e dim çfarë do bëhet pastaj. Për inteligjencën artificiale nuk mbarojmë sonte, sepse unë thash se një orë nuk ja dalim që të përmendim gjithçka bën dhe veprat e Indirës. Sepse veprat tuaja janë të përfshira në shumë antologji. Ti e pjesë shumë grupeve poetike. Këto janë shtesë në profilin tënd. Po. Por për të folur për të gjitha këto, do gjejmë përsëri kohën të flasim bashkë nëse ti e gjen kohën për ne. Patjetër. Diskutohet. Por le t'i lëmë vendin për shëndetjeve se minutat kanë kaluar, por me që është emisioni i fundit i këtij viti, le ta shtyjmë pak dhe me vjen keq tekniku t'i kërkojmë ndjes. Që të bëjmë edhe përshëndetjet Indira aty për personat që ka dëshirë t'i përshëndesi sonte nga dritare. Po, patjetër, së pari unë e përshëndes mamën time, e cila gjithmonë është në krahin tim. Pastaj normal që e përshëndes edhe familjarët e mi, i përshëndes mbar shoqërinë time, e përshëndes edhe teknikun tim, thash edhe më herët, Noli është këtu, i përshëndes të gjithë dëgjuesit e një dritare edhe dëgjuesit e Radio Odës, që është duke shkuar njëkohësisht programi, ju falenderoj shumë për mundësinë. Noli i thotë ju përgëzoj për emisionin Indira, jo, duhesh me cek Albinën këtu, se Albina është udhëheqëse. Jahir Berisha, Bacin Jahir e përshëndes shumë, thotë përshëndetje dhe respekt pafund për juve, nderuara Indira Abdul Hoxha, moderatore e Radio Odës, e përshëndes edhe Recep Gashin. Ka edhe shumë dëgjues tjerë. Përmend edhe unë disa, me që jemi në fundin e emisionit, Indian Vishtria, Vidi Noj, Jahi Berisha, Islam Vjeshtia, që i përshëndes me zemër dhe falenderit që na ndiqni edhe na shkruani. Ju falenderoj nga zemra. Indira, po. Kanë ngelur shumë gjëra, shumë fakte pa thënë sonte. Sepse biografia jote e thash dhe në fillim është e pafund, veprat dhe përkushtimi yt ndaj jetës sociale në Kosovë është i larmishëm. Prandaj unë me dëshirë në vitin 2026 do të pres kur të kesh kohë ti, se edhe ti ke obligimet tuaja, që ta vazhdojmë pjesën që na ka ngelur pa i thënë për teleshikuesit e televizionit në drejtare. Sonte të falenderoj me zemër që ishe me ne, ishte kënaqësi e veçantë, por minutave ju erdhi fundi, emisioni mbaroi për sonte dhe për këtë vit. Të dashur teleshikues, kaluam këtë vit së bashku me emisionet kulturore, mund të themi, artistike, letrare. Për mua ka qenë një kënaqësi e veçantë të jem me ju, të jem me të ftuarit e emisionit ton dhe me të ftuarat e emisionit ton, por ja viti po ikën dhe emisionet po ikin bashk. Unë ju falenderoj nga zemra dhe një herë dhe ju uroj gëzuar festat e fundvitit. Këtu në Itali kemi 2 festa, por edhe në Shqipëri më mërmena se feston Krishtlindjet dhe vitin e ri. Ju uroj gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri. Gjithashtu, ju uroj drejtorit të televizionit Një Drejtare, shëndet, mbarësi në familjen e tij dhe gëzuar festat e Krishtlindjes.
teknikut të televizionit, që ka punuar këtë vit vazhdimisht dhe mund të them se është një djalë i palodhur, një djalë i edukuar, që unë e falenderoj nga zemra për gjithë punën që ka bërë dhe i uroj gëzuar festat e fundvitit. Miru pafshim dhe miru takofshim në vitin 2026. Do të dëgjohemi në Facebook, por me emisionet e mbyllim sonte. Natën e mirë Indira, knaqësi. Natën e mirë, përqafime.